Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri përmes valeve të ACTV, televizioni komunitetit ton shqiptar në Michigan, por që do të ndiqet anë e mban Roosevelt ku ka shqiptar. Si zakonisht kemi musafir të ftuar në studion ton dhe debatojmë për çështje të ndryshme. Sonde kemi rastin dhe nderin që debatojmë për një çështje shumë interesante, për kulturën ton, për shkrimin ton, për letërsinë ton, për njerëzit e mëdhej të kombit që kanë lënë gjurmë të pashlyera në historinë tonë. Një ndër ata është më i madhi shkrimtar që ka lënë raca armënore, atë Gjergj Fishta. Lahuta e Malësisë e njihni të gjithë dhe nuk ka shqiptar që i thot vetit shqiptar që nuk ka dëgjuar për lahutën e Malësisë. Ajo është botuar dhe ribotuar, por askur nuk është mjaft për sa duhet me i dhanë kësaj vepre kaq të madhe dhe këtij njeriu kaq të madh të kombit shqiptar, që bile kohën e fundit kanë filluar dhe ta quajnë ati i kombit për ato merita që ka dhënë Homeri i letërsisë sonë shqiptare. Se si kur grekët që kanë Homerin, apo italian Dante Alighieri, edhe ne e kemi të mallin ton që duhet gjithmonë me respekt të flasim për të. Prandaj për mos t'ju zgjat, sot kemi ftuar intelektual në studion ton, të cilët kanë marrë një iniciativë që të ribotojnë lahutën e Malësisë, të ribotohet në mënyrë profesionale, të ribotohet ashtu si ka hije, të ribotohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ndihmën e shqiptarëve këtu në diasporë, në veçanti në Michigan, por sigurisht që ndihma do të kemë edhe nga komunitetet tjera. Për të marrur me këtë temë kaq të rëndësishme dhe me këtë vepër kaq të madhe, sigurisht se duhet edhe punë kolosale. Prandaj duhet të i nderojmë dhe të falenderojmë edhe nismetarët dhe njerëzit që po merren si komision me këtë punë kaq të mirë, kaq të madhe dhe kaq të shejtë. Prandaj do të i prezantoj, duke mos marrë më shumë kohë, Dr. Xhegxhelaj. Është një aktivist kombëtar, është njeri i fesë, njeri i ardheut, njeri që ka punuar për 40 vite me nxënësit, me të rriturit, me kulturën tonë, me aktivitetet kombëtare pranë qendrës së kishës Zoja Pajtore e shqiptarëve, me priftin e nderuar të atëhershëm Domprek Nervashaj, e ma vonë edhe me gjithë priftit tjerë që kanë ardhur me rend, edhe sot vazhdon, edhe pse ka dalë në penzion, por ky nuk është në penzion, se se lën vetë rahat barabar, por punon si zakonisht. Doktor, mirë se keni ardhur në studion e ACTV. Mirë se u kem gjetë, zotni Gjokaj, jam shumë mirënjohës në emën tim personale dhe në emën të mbar bordit të Komisioni për përgatitjen e ribotimit luksoz, dedikua 85 vjetorit të vdekjes të madhe, sikur se theksuat ju, atë Gjergj Fishtës, një i pa vdekshëm, i pa zavendësueshëm dhe mendoj edhe i pa përsëritshëm. Falimderoj juve personalisht, ju e keni treguar veten, nuk është nevoja mu lavdua, e keni treguar veten qyshën rinin tuaj më hershme në për gjitha qytetet, vendet dhe ku është kërkua nima apo përkrahja e njeriu të vuajtur në diasporën shqiptare, sidomos kundërshtar i komunizmit serbo-malazez, kur nuk e mungua. Zotit është përbleft. Dishoj ta falenderoj edhe kryetarin apo drejtorin e këtij institucionit të njohur, kualitativ, i pranuar nga komuniteti shqiptar, dhe vetëm i nalti zot mundet profesor Alikos me ja shpërblye. Ky na ka dhënë platformën tash disa herë që ne mund të sensibilizojmë publikun tonë këtu dhe si thatë ju, kudo në rruzën e toksor ku flitet gjuha shqipe. Zoti ju shpërbleft dhe jemi mirënjohës. Faleminderit. Në vazhdim në anë të djathtë
tragjekës është zonja e tij. Një zonjë e nderuar, Rita Xhelaj është studiuese e shkencave shoqërore. Ajo punon shumë me rinin, punon shumë pranë qendrës së zojës pajtore të shqiptarëve. E kom pa shumë herë ka udhëheq aktivitete, mramje të ndryshme, organizative, është e shkath dhe është e zgjurë që të punoj dhe të veproj. Edhe ajo taman Zoti ka falë që të bashkohen të dy së bashku dhe të veprojnë, kanë rrit një familje të shkëlqyeshme, të cilët po i mbajnë gjurmët e parve të vetë, nanës, babës, gjyshave të vetë, dhe janë në rrugë të mbarë, edhe pse të lindur dhe të rritur këtu në Amerikë, por janë për shembull familja dhe fëmija tuaj. Edhe ju sigurisht se do të keni një rol të rëndësishëm për ribotimin e kësaj vepre mallore, sepse do të studiohet sigurisht roli i motrave, nanave tona shqiptare në lahutën e malësisë, që me as dignitet e përshkruan dhe aq bukur i malli Gjergj Fisht. Prandaj, Rita, mirë se keni ardhur dhe të bisedojmë për këtë ngjarje që do të ndodhim shumë shpejt në komunitetin tonë. Ju faleminderit shumë. Jam mase e gëzuar, ta them sinqerisht që bordi më ka pranuar të jem edhe vetë antare e bordit. Është një ngjarje historike që diaspora jonë e ka marrë, kena punu me dedikim të madh në gjithë procesin që kena ardhur deri këtu tash, është, më thanë, procesi më i fundit, votimi, dhe shpresoj që do t'ja dalim edhe kësaj hapit fundit me rezultate të suksesshme, sigurisht me ndihmën që do t'na jap edhe komuniteti shqiptar këtu në Michigan, po edhe në bar diasporën shqiptare. Ju lumt. Në vazhdim, në anë të djathtë timen, e kam një studiues, një intelektual, një djalosh i cili lind dhe rrit këtu në Amerikë, por është për shembull se si duhet ruhet dhe trashëgohet gjuha dhe kultura jonë shqiptare, edhe pse jetojmë në mërgim. Prandaj duke kënë gjenerate dytë këtu, është më të vërtet për t'i thanën një mirënjohje të thellë në emrin tim dhe të atyre që do të na ndiqin, sepse ky është një shembull se si duhet dhe ruajtur gjuha jonë, kultura dhe tradita jonë. Nikolas Sinishtaj është magjistër i shkencave politike, po nikosisht ka lanë edhe punime shkencore, sigurisht se do të vazhdojnë edhe me siguri edhe në prag të doktoraturës, po megjithatë ky është veprimtar, kontribon për çështje shqiptare, ka marrë pjesë në shoqata të aktivitetit tonë, ka marrë pjesë në organizime në malësi për ndërtimin e objekteve në malësi të rrugave, shkollave dhe të mjeteve tjera që janë të nevojshme për malësinë tonë të dashur. Pra edhe pse Nikolasi ka lind këtu, nuk e harron kurrë prej ardhën e gjyshit të babës dhe të parve të tij. Prandaj është në erdhë kënaqësi që edhe ju, Nikolas Sinishtaj, jeni përvu kësaj pune që t'jeni në komisionin për organizimin e thellimin dhe ndriqimin edhe më të madh të Gjergj Fishtës të madh me ribotimin e kësaj vepre të re që është në prag. Mirë se keni ardhur. Mirë sot gjitha Luigjë dhe faleminderit që na pranuat këtu në studio për hap në për ekranin e juve këtë veprimtari që e kem marrë përsipër. Jam krenar që jam pjesë e këtij grupit dhe që e përfaqësoj ribotimin e veprës pothuajse më të madhe të kombit shqiptar nga poeti kombëtar Patër Gjergj Fishta. Besoj që na jem përpjek si grup që me dhënë atë cilësinë e duhur që ka munguar nga botimet tjera, domethënë kjo ka më kënd atë nivel që ky libër e meriton e që mundet mu trashëgua brez pas brezit. Ju lumt. Të kthehemi te ju, doktor Xhelaj, na thuni pak zanafilën, si ka të kjo ide, se unë jam i sigurt që këtë mendim dhe ide do të kemi pas ndoshta qindra shqiptar. Po megjithatë ju po e veni në praktik, po e veni në jetë, dhe menim të Zotit dhe menim të shqiptarve, dhe atyre që do të kontribojnë, kjo shumë shpejt do të shohin edhe dritën e diellit. Çdo botim
menim të Zotit bëhet maj mirë e maj mirë. Botimi i fundit i Lahutës është bërë me 58 nga i përndershmi dhe i malli Daniel Gjeçaj në Romë. Ka kënë edhe miki ju e i personal, dhe duket e ati po ja qoni amanetin në vend që të ribotoni në atë cilësoren, në atë matë miren që meriton Nikolosi Malsi që është atë Gjergjfishta. Faleminderit, zotni Gjokaj. Dishoj të jam i shpejt ose i drejt edhe i fokusum në përgjigjen e pyetjes tuaj me shumë vend dhe me rëndësi. Zanafila e projektit ka lind në zemrën dhe në mendjen time, sepse e kisha dhe e komende botimin original të Lahutës Malësisë të vitit 1958, pregaditun nga, sikur se thatë ju, i pavdekshmi atë Daniel Gjeçaj dhe doktor Petro Vushani, së bashku në bashkëpunim me doktor Camaj. Në Rom, disa herë, jam takua 100 herë me Patër Danielin, ka kanë bashkë në Vatikan në kishtë vogël në themelet e Vatikanit, ose mureve të saj, dhe ai ma ka dhënë dhurat. Mirë po, kur ka ardhur 30 vjet mrapa, kur ka ardhur Patër Daniel Gjeçaj për të pramën herë në Amerikë, e o taku me Domprekën në kishën zoja pajtore që ishte atëherë në Beverly Hills, në 13 majlën, ishim të diskutua, të nejë, të bisedua, kuptohet gjana me rëndësi. E kisha ndorë këta dhe i thëmë, më falë, tha, a mund në shikjoj, thëmë, po, padre. E mori, e shikjoj, po, tha, e vërtet kënka. Më thot, mo ktheju Lahutën, Patër Danieli, e më thot, Gjek, a e shef se ku ka vojt nusja jonë? Padre, po. Dompreka, drit pa shpirti e dhaj, i thot, Patër Daniel Gjeçaj, Padre Mosullol, kem me batë shasht e mundën. Aja kishte qëllim me thonë, a mundi me botua shpejt e shpejt për me kenë ma kualifikume për me udërzua në dorë të lezuzve. Dhe për me shkurtua atë udhëtimin e kësaj iniciative, ke kënë prezent në shtëpinë time, mendoj dikun ka viti 1982-ën, 83-ën, e kemi pas organizua bashkë edhe me Luiz Dushaj, bashkë me doktor Freni Vezaj, dritë post. Aja e ka lërua fishtën, edhe i pa me vu në rresh disa emra këtu, në Kaliforni, në Chicago dhe New York, të cilë mund të ndihmoj. Mirë po, masandej vdekja e dy vëllezërve mi ka indikua shumë, se mu deshtë mu shmangën nga kjo iniciativë pak, por kurse kam harrua. Ka dash Zoti dhe masandej u takume me njerë që janë të dedikuar, sikur është Nikolosin Ishtaj, një djalë i dalluar i komunitetit shqiptar, rrjedh nga një familje e dalluar me Malësisë. Unë kisha me thonë, bile me jashit emnin, atje në fund të rrugës Kshevë që e kanë mbarua, është iniciativa ati, dhe me thonë është kastia ati, e ka pranua, e di që edhe ky botim do të ketë një sukses, si kurse ka pas sukses edhe rruga e Kshevës. Masandej kanë pranua zotni Gjokaj, Nika, Gjonaj, Stivi Zefja, se po Gjeloshaj, artisti komunitetit ton të artit grafik Nua Gjelaj, është doktori, profesori Edward Aliko, Pjetër Stanaj, edhe shumë tjerë që kanë thonë po jemi gati me të përkrah, edhe kjo do të përfundoj me sukses. Çka është me rëndësi i nderuari zotni Gjokaj është që publiku ta kuptojë se ky nuk është botim i përditshëm. Kjo është një herë e askur më. Në këtë mënyrë
sikur se tha dhe Patër Pashku, një mikimi i hershëm, dhe më thënë, jeni të e ba diçka që na nuk jem kënë zot me ba. E kem ba hera ty, por kjo botim, ka në minimin tim ka dy role. Rolin edukativ, që fëmijët të rinj shqiptar, edhe të moshëm të kuptohet, kanë me pasë në dorë, po aty gati me prek fishtën në të mallshtinë e tij, se kjo është një gjë mallshtore, do të thënë kopertina, blerina, letra, kualiteti, 5.000 kopje, do të thënë që është me rëndësi mu ditë, edhe roli i dytë kishte me kënë, mendoj që edhe Nikolas është me mua, është rol diplomatik. Mendoj që gjitha institucionet shqiptare, kudo që janë, Shqipni, Kosovë, Kroaci, Maqedoni, ku janë shqiptarë kuptohet, se ma po që po Shqipnia në 4 anë, edhe në diasporë, kishat, edhe xhamit, se na kemë pashk e ata bajram, si thot Patrifishta, ne jem ni. Pra edhe në për xhamia, edhe në për institucione tjera, shkolla, kjo duhet të ishte ose të bëhet pjesë e vlerave kombëtare, e vlerave intelektuale, kulturore të popullit shqiptar. Pra, ky roli edukativ edhe roli diplomatik, përpara rol ekonomik. Edhe këta dishoj të thonë drejt për zdrejtit, publikut edhe teleshikuesve. Na nuk kem xhepa. Ju garantoj, çfarëdo që ju ta ndihmoni me përmbush shpenzimet esenciale, që janë dikun $85.000. Ato pare, ato dollar, ju garantoj që çdo penny do të shkoj vetëm për mbulesën ose mblojën e shpenzimeve të ribotimit luksoz, dedikuar, si thash, 85 vjetorit të vdekjes të Axhershfishës. Edhe një ndërhymje e keni një mbledhje ditën e nesërme, do të thot me 18 prill në orën 7 të kisha Zoj Spajtora. Po, e vërtet. Kjo është një kushtrim i ri grumbullimit të mjeteve për këtë aksion të madh. Po, ju thojmë shkurtimisht, nesër në ora 7 të mbasditës, në kishën në sallën e kishës Zoja Pajtore, po është quhet salla e Shenjë Nans Tereze. Falenderoj Dom Dino Çakrezin, falenderoj Dom Fred Kalaj, falenderoj kryetarin e këshillit të kishës Zoja Pajtore, Pirim Prekaj, edhe falenderoj kryetarin e këshillit të kishës Shën Palit, Gjergj Lajçaj. Ata e kanë marrë, edhe kjo duhet me qenë e qartë, ata e kanë marrë në përgjithësi me qitë këtë darkë, zbashku me ish menageri dhe është ende në Resmir Dita, një njeri dedikuar kombit dhe fesë, aktivist, si po të lumë goja, aktivist i pashëndrushëm, që këto shpenzime, që kushdo që prej vllazëve motrave tona të vinë nesër mbrëma, i mlon kisha Zoja Pajtore me të dy këshilla. Pra, na jemi vetëm, kuptoj, dhe më thonë, na jemi ata që do të fitojmë prej kësaj darke, së bashkut me angazhimin e Aleksandr Gjelaj, ai është këngëtari i NAC me grupin e vet, edhe ai ka ofruar kohën e tij falas. Pra mendojmë që nëse ju lën koha, nëse Zoti don që ju të vini dhe të na ndihmoni. Apelojmë që të mbrumullohemi rreth këtij tubimi kaq të mirë. Po, hani e pini e rrini, se nusën gati e keni. Atëherë çdo gjë që vjen tjetër, na jem një familje këtu. Faleminderit zot një Gjokaj. Rita, ju keni qenë atëherë në moshë e vogël në kohën e komunizmit, në komunizëm aq të keq dhe një stalinizëm i paparë që ka përjetuar populli jonë në diktaturën komuniste enveriane, staliniane, i thomi, po në atë kohë, ne kur në zeshin lahutën e Malësisë, në ish Jugosllavis, slavët, sërbët në fuqin burg. Po të njëjtën gjë bashin edhe regjimi i Enver Hoxhës. Kjo është një gjë e çuditshme. Kur ju keni pas rast
që të ndigjoni në Shqipëri për lahutën dhe si erdhi të dëshira aq e flakët e madhe shpirtënore që ju angazhuat për fishtën e madhe, për lahutën e malësisë dhe për veprat të tjera të Gjergj Fishtës. Do të kësaj diçka se unë vi prej një familjes përsekutuar ose përmjekur. Kështu që besoj që kur kena kënë fëmijë të vegjël nuk ka ndash edhe të mëllejt që na të nëgjojmë, më thanë, muhabetet e tyne për mi lahutën e malësisë. Po besoj që kam qenë rreth moshës 14-15 vjeqe, edhe më është dhanë mundësia të lexoj disa prej pjesëve të lahutës malësisë, edhe aty shpreha dëshirën edhe kuriozitetin e madh për me pas dëshirë për me ditë për mi atë Gjergj Fishtën edhe për mi lahutën e malësisë. Biseda parë që kam pas ka qenë me të drejtën mas viteve 1990, kur Monsinjor Frano Ilia, na i kemi thënë Agja Frano, kur ai me bisedën që pata me te, ai si më thonë më shtyllë ma tepër, edhe ai më dha një pjesë për me lexu, edhe atëheran pata dëshirën edhe ma të madhe, edhe kur doli, po ajo ka dalë si për thanë soptim, se nuk ka pas ato footnotes, libri, atëherë kam lexu, kam kënë shkollë mesme, gjatë marrimi shkollës mesme, që e kam lexu edhe kam pas një me thanë drejtë një jashtëzakonisht veçantë të lexu lahutën e malësisë. Se në fillim, si shumë kush edhe sot mendon se lahuta e malësisë është vetëm për historinë, për malësinë, historinë e malësorëve, burrëninë e malësorëve, krenarinë, e trimninë e malësorëve. Atë e kam pas edhe unë, të menu se është vetëm për malësinë. Po në lahutë malësisë, njëri gjendë marrë historinë shqiptare. E kam theksu edhe herën tjetër në intervistë, a Gjergj Fishta, ai nuk flet vetëm për trimnin, të thomë në atë trinës grudës urt, po ai flet edhe për theuten, ai flet edhe për ofresinën e Janins, edhe thur vargjet më të bukura për dignitetin e këtyne do të them figurave të mëdha historike të femnave shqiptare gjatë epokave të ndryshme të historisë tonë. Ju do të thot edhe si motër shqiptare, si grua shqiptare, e kini gjetë veten aq e nderuar dhe respektuar në rolin që Gjergj Fishta i ka dhënë motrave dhe nanave dhe grave shqiptare. Masa e vërtet. Edhe gjdo fjalë që ai ka përdor në një mënyrë shumë të spikatun, kur ka përshkru virtytet e ralla që këto femna shqiptare zotnojnë. Edhe më kanë pëlqy gjithmonë, si thotaj për Teutën, për shembull, dhe Teuta mbretnesh, vash i lire sokolesh, që nuk dite se çka atuta, se ajo shqipja s'kepe kruta, shute hovin miromak, palim ju të i përgjat. Gjdo fjalë që e përdor, në gjdo rreshtin, ka një kuptim shumë të thellë. Do të thot, edhe të ban ta njesh, ta përjeton, duke si kur e përjeton. Edhe sinqerisht herën e parë që e kam lexu, si thojmë na më të rëngjethet trupi, tu e lexu sepse na historinë që kemi lexu ose na e kanë dhënë, na kemi studiu në Shqipëni, ka kënë një histori e shkatërume, se nuk du përdori fjalë tjera, po e shkatërume, jo vërtet. E rrajshme në një mënyrë. Do të thot, ju e shifni që nuk janë dhënë merita as kur ku afër sa ky njeri madh ka merituar në kombë shqiptare. Absolutisht, emri i tij nuk është përdor në asnjë nga shkollat apo universitetet shqiptare gjatë asaj kohe. Nikolas Sinishtaj, i ri lindun këtu thaç parë, njëri që studion, merresh me këto aktivitete. Kat ka lind kaq vrull, kaq vullnet, që si i ri shqiptar angazhohesh vetë për njerëz të mëdhenj të kombit duke e afruar
historinë kombëtare, jo vetëm të rinisë shqiptare, po edhe të amerikanëve dhe botës tjetër, me çka na krenohemi. Prandaj na thuaj diçka, si të ti ka lind ideja për fishtën e mall, kur ti ke filluar me lexua dhe me u marrë me fishtën? Meritën më të madhe e ka gjyshi jem për fishtën. Po thuaj se në shtëpi tanë është recitua lahute e malësisë ma shumë se dhe Bibla. Dhe më thonë, kjo është kënë Bibla e jonë e atë dhe dashunisë që e kem pas në shtëpi tanë. Gjithashtu, gjyshi ka pas shok që janë kelle shumë matë më shumë se ai, që ndoshta edhe kanë jetuar në atë periudhën e Gjergjfishtës edhe në ato periudhat më të vështira që janë kanë të kombit shqiptar dhe i sillte në shtëpi, në vishin në fest. Kem pas edhe lahutar që në atë kohë nuk është kanë një çudi me të ardhi lahutar në fest edhe ne kënonte për shembull Marashkoll Arapaj, fundën maje, kangën e Ali Pash Gusis, qysh në fillim e deri në marim, e na veç se rrishim e digjoshim nuk ti hej kush tjetër sa është gjallë, vetëm me i digjo fjalët e Gjergjfishtës. Pastaj, kem recituar me gjyshin edhe ai më vetësin provë për disa, sidomos për këto kangat që ishin specifikisht për malësi, si kanget e Xhelulit, e kanget e Urzharnitës, tjera që janë, edhe më ka lind i dashuni jo vetëm me literaturën e fishtës, për edhe me arti që i gjendet këtu, edhe ka lidhje edhe me muzikën shqiptare, edhe me instrumentin më të lashtë që është i kombit shqiptar, që fatmirësisht në dhjetor të vitit kaluar ka hi në UNESCO. Edhe do me thanë, ky libër e përfaqëson atë dhe dashunin, e përfaqëson literaturën, artin, muzikën, tana edhe shpresën e kombit shqiptar, sepse në çdo këngë edhe si libër me marrë krejt si kolekcion, çdo këngë fillon me atë mjerim, me atë vështirësi që e ka populli shqiptar, shkon në një kulminacion, apo një luftë, apo një gjallë ku ai heroi i këngës vjen në kulm, pastaj shkon për të mirë, do me thënë del prej atij problemit edhe e ka i shpresën në fund. Edhe ashtu, do me thënë, ky libër fillon edhe thot që 500 vjetë kishin kaluar që të mirën këtë Shqipni, turku e mbante në robni, kurse në fund thot si ushtua falë që ta shina pak thellë, por thot, si premtua kishtë Perëndia, në fund, thot, prapëzojmë veti duel Shqipnia. Do me thonë, fillon me atë mjerim, që shumë mjerime kem pas si komë, dhe kem kaluar shtirësina, po thuaj se as një komë në Evropë, as në botë nuk ka kaluar atë shumë shtirësina, sidomos prej fshinëve, atë eger sa i kem pas, edhe e janë munua sa herë me në e tretë faren, por na si komë prapë se prapë gjallë se gjallë, dhe këj liber është testamenti i ringjalljes, edhe jo vetëm i ringjalljes, por i qendresës shqiptarit. Se bashkëmosin në shqiptar ai barabar kur bashkohet s'ke çka i ban. Jam munua edhe për veprimtarin teme në fjalimet që i kam majt me i përdor disa vargje, ose në postimet që i kam majt, se nuk kam mujt me i gjithë, në kur i shkrimtar tjetër. Aja është poeti i kombit shqiptar për arsye, se nuk mund është ti në një libër tjetër me i gjithë këto vargje. Kjo është e shkruar si e kem mësua na në klasën e anglishtës ose gjuhës anglishtes e të literaturës, kjo është e shkruar me në Shakespearean iambic pentameter. Do me tha, edhe reshtat që janë, e vargjet që janë, e kanë atë ritmin e vetë, atë kangën e vetë. Edhe ne kem pa me rëndësi që se bela dikush thot pse versionin e 58, pse jo originalin që e ka botuar Gjergjfishta. Versioni i 58 është maj kompletuemi, do me thonë, ke Biblia, e ke Codex Vaticanus që është Bibli maj vjetër në botë, por ke edhe Study Bibles që e ndihmon studiosin me ditë se çka është ai material, ka ardha ai material, me fusnotat, me parathanjet, dhe këta e ka punua atë Daniel Gjeçaj në atë kohë,
Unë jam me fatë se gjyshi jem e ka njoft atë Danielin me 68-ën, ka kenë në Rom dhe në kampet e Italisë si imigrant, edhe jam me fatë që i kam 2 kopje, një e nënshkrume prej atë Danielit, njëra jo e nënshkrume, për i kam 2 kopje të versionit 58, një e ka majt gjyshi për veti, një ma ka dhanë mua, ashtu që në prehen ti gjithmonë kem recitua bashkë prej versionit 58, aty ta spjegon historinë e Kangës, herojt e Kangës, datat, gjanat geopolitike që i ka ndollë në kohë kur është punua jo Kangë, dhe me të kallëzua kur më ka thirë gjeka për me marë pjesën këtë grup, i kam thënë vetit edhe familjes se duhe me i vun pak frenat, tash në veprimtarie duhe mu këthë pak me ke ma shpijak, por nuk kam me refuzua gjek gjelaj sepse është kënë mësuesi jem i mësimit besimit në kishën e Zojës Pajtore, edhe 2 se është kënë për i projekt kaq madhështor i poetit, i shkrimtarit, i priftit edhe i figurës të kombit shqiptar të shekullit të kaluam, që unë besoj që në shekullin e kaluam kjo është figura ma preeminente, me gjithë se si që the ti, janë munduar regjimet staliniste e slavo-ruse me më poshtë, por s'kanë me më poshtë kur, edhe na jem përpjek që me sjell një botim i duhur, një botim shumë kvalitet, një botim që i përngjahen është një librit fetar ma shumë se një librit të poezis, edhe të tjetë një liber që mund të trashëgohet brez pas brezit. Deshta edhe i gja me të shtua për punë të emancipimit të femne shqiptare në këtë liber. Heroi ma i malë, ose heroina e librit është ajo nana Shqipnije, ose si e qua Gjergjfishta Zana e Malit. Ajo ju shqen herojt në këtë liber, do me thanë ajo heroina është vangarda që i pri herojt tonë shqiptarë, edhe i gja shumë e mallë që e ka këj liber është që i herojt tanë që janë këtë liber është pa dallim fetar. Do me thanë, në atë mozaikun e fenave të kombit shqiptar që i kemi bashkë, edhe si që ceki gjeka vërtet kemi Bajram e Pashk për shqiptarinë e kemi bashkë, vetë Fishta e ka shkrua dhe ka lana amanet që Hafiz Ali Kraja me majtë fjalimin e eulogjin e ti kur ka dek. Ky liber është një liber që i bashkon kombin shqiptar pa dallim feje, pa dallim besimit. Dizajnin që e kem marrë për sipër, e kem vun flamurin që janë grit në dëqic prej kryngrisë malsor. Pse e kem vun këtë flamur? Nuk e kem vun vetëm pse është lahuta e malsisë edhe këndohen herojt e malsisë në këtë liber, por ky është si pas shkrimtarit Jaho Brahaj në librin Flamuri Shqiptar, që e ka lënë me amanet me gojë Fishta para vdekjes që me ma mbulua arkivolin me flamurin që janë ngrit në malësi në majtë dëqicit. Edhe here e fundit që pa ky flamur në publik është kënë përmbi arkavol Gjergjfishtës. Edhe e kem rinjallë, edhe pa që është arsyrtua me mbulua veprën e ti me atë flamur që e deshti ajatë shumë. Edhe ishte e kohës ti, do me thënjarë, për shtatë gjitha rëthanave. Gjek ju e dini se lahuta e malësisë është botua edhe në gjuhën angleze, është përkthyer nga shoqata Malësia e Madhe. I malli Robert Elsi e ka përkthye, njëri i madh që i ka dash kombin shqiptar dhe kur ka vdekje ka lanë me amanet dhe eshnat e tij janë sot në Shqipëri, si kur e dini, e ka lanë me gojë, si ka lanë edhe tjerë, kom dëgjuar që duhen me lanë edhe tjerë njerëz të mëdhenj të Amerikës, si kur William Walker e tjerë që eshnat e tyre me pushuan në Shqipëri. Si e shihni rinin shqiptare mas përkthimit të saj? Keni parast me bisedua me dikon që e ka marrë këtë libër dhe në anglisht të përkthyer nga shoqata adhetare Malësia e Madhe? Po, gjatë studimeve post diplomatike në Wayne State University, kom kanë edhe në Universitetin e Harvard në Massachusetts, kom kanë në Universitetin e San Francisco,
kur ishte ende gjallë, redaktori i Jeta Katolike Shqiptare, ju me Gjën Synishtën, ju keni njoft dhe keni bashkëpunu me ta, jo vetëm se e kanë njoft fishtën, por e kanë vlerësua. Më bjen nërmen edhe në kohën time të gjimnazit, në Raguzinum, në Dubrovnik, kom pas fat, faleminderit Patër Kolës dhe argjipeshvit të Tivarit Aleksandrit, dy profesorë që më kanë ra mua mas sportit në syat në atë kohë edhe i përkujtoj sot, ka kënë bashkëpunëtori i Kaqiq Mioshiq, që është kënë profesori i fishës. Kroat. Ata e kanë edukua fishtën thelpsore. Aty e ka marrë zanin, si thomë natë, më falë, e ka marrë atë shijen e bukurisë së poezisë kombëtare. Ai thoshte ne ka kënë Dom Lush Gjergji, Dom Gjergj Gjergji, Dom Nua Gjergji, Dom Kola, Dom Tuna, ka kënë i peshkvi Nikol Prela, apo, edhe ai na thoshte ne ju shqiptarët e keni një gjash sa kërkush. Ble doktor Lushi i tha, po, qa kem në që s'ka kërkush? Thot, ju e keni lahutën, por lahuta ju e nuk ka liber, fjallët e tine. Një kniga. Met me në gjithë. Po, qka është e pyetjen, doktor Lushi është psikolog, po qka lahuta për juve? Se thot e kanë edhe Malazes, Gorski Vjenac, e kanë edhe Gjerman për i Gejtes, e kanë edhe Italian për i Dante Alighirit, këto konga, po? Jo, ju e kini shpirtin që s'de skur. Gjergj Fishta e ka përjetësua shpirtin shqiptar, jo heroizmen, shpirtin. Kjo nuk është libër që duhet kuptohet vetëm e vetëm për patriotizëm, me gjithësa shpirti saj në ta. Patër Fishta, si kur sa me ven Nikolas, Patër Fishta ka kuptu psikologjinë shqiptare, si do mos në atë kohë. Duhet pa tjetër me rinë gjallë njeriu në shqiptar me të gjitha vlera, pa dallim fejet. E kjo është pasunia jonë që na mund të kthehena, si kurse i kthe ti, me të ndershmin gjyshin tanë, Nisho Preq Turkun, i kem thënë, po më thot, i thot dhe do mbrekës, nuk jam vetë Turk, po jam i sinishtaj. Më thënë njëri i jashtëzakonshëm në komunitet, është gjyshyt, e gja zoti jetën. E deshta me thonë, na e kem në program, e din Nikolas, e din edhe Rita, nëse do zoti me na ndihmua me i përbalua këto përshpenzime fillestare, kem ba kontakt me Bejtullah Destani, ish ambasadori i Kosovës në Londër, a i në ka lanë një këto peshpalli publikisht, në ka lanë një projekt që 2000 copa, 2000 kopje të botimit original të përkthyesit, ju keni kanë prezent, ju keni kanë luhet që atër, ju keni ndihmua bashkimin e të hollavet dhe realizimin e ezlit për me ba lahutën e malësisë në gjuhën angleze. Nëse donë zoti, ose nëse ka peshpalli, nëse ka businessman, nëse ka businessman shqiptar, apo Amerikan, që dishran me investua $2.000, me gjetë 5, ne në ka lëshmimin $8.000 për 2.000 kopje. Sot ajo nuk gjinët kërkon. Nuk mush me bejas me $500. Pra nëse do në me marë zotni Gjokaj, nëse ka biznesmena që dëshrojnë me ndihmua këtë projekt, prap nuk kem gjepa, no? Po kem dëshirë që edhe në gjuhën angleze, ajo të përhapë. Kur erdhe të kostoja, deri ku keni arritë, se kjo sigurisht ka kostot male, kjo një botim luksos. Kjo është një botim që ju doni me lanë që t'jemi krenar, me alan gjeneratave që të kenë
pasurinë në libraritë e tyre që të studiojnë prej saj, por edhe të ketë gjithçka, edhe pamjen, edhe cilësinë, edhe të gjitha brenda. Absolutisht. Ashtu që sa mendohet se është kostoja e këtij projekti që jeni tani inshallah në përfundim të saj. Faleminderit në pyetje, po, sikur se edhe Niklas, na e kemi kontraktën e përgatitur, po jo të nënshkruar, për atë arsye se ende nuk e kemi mërri qëllimin financial, por e kemi kontraktën edhe është $85,000 për 5.000 kopje. 5.000 kopje, $85,000. Jemi në diskutim me bën 2 faza, faza e parë e faza e dytë. Në biseda me Patër Pashko Gojqaj, provincialin e Franceskan në Shkodër, të cilin e falimderoj me gjithë zemër e shpirt, dhe i dishoj shëndet të mirë. Ajna ka lanë autorizimin e vetëm, më ka thënë që kur që kam lanë, edhe e dinë se nuk e keq përdorim. Edhe i kem premtuar 1.000 kopje lurat Patër Pashkut. Më ka thënë, mendoj kur e ka pa, më ka thënë, mendoj që kjo ka me kanë një rast për mua, edhe për pasarësit e mi, Patër Pashku mas pasarës i Gjergjfisht si provincial, mas Patër Pashku ka me ardhë Patër Viktoria, Patër Robertia, kushdo që të vinë, kanë me i pasët me i lanë diçka ambasadorëve, njerëzve dignitar për shteteve të jashtme, i peshkvive, kardinalve, inshallah tha vinë edhe papa, me jallanë një kopje. Aden? I thëmë padre, e ketë sigurt, 1.000 kopje më të para që të prellohën, kanë me kanë ndorë të anë. Pra apelaty, nëse ka, e di që ka, nuk po jem nëj, po ka miq të Patër Pashkut, që e marrin kisha me thënë gati shpenzimin komplet. Pra 1.000 kopje do të shkojnë Patër Pashku Gojqaj në dorë si dhurat e grupit tonë, edhe si shpërblim të nderimit që na ka dhënë dhe autorizimit për ribotimin autentik, dhe më thënë të aprovuar prej autoriteteve kishtare franceskane në Shqipëri. Rritë gjatë këtyne muajve dhe këtyne pregaditjeve dhe punës që po bani, a kanë pas rast me u angazhu edhe motrat tona, nanat tona, shqiptare të komunitetit, për me lanë në një kontribut edhe me iniciativa, edhe me veprimtari, edhe me fjalë, po edhe dhe me gjep në qoftë se Lonjana ka mundësi, sa janë të angazhu me femrat tona, motrat tona në këtë iniciativë? I kemi shumë femra këtu, motra shqiptare që kanë edhe bizneset e tyne, edhe kanë shprej për krahjen, edhe jo vetëm për krahjen, për ribotimin, por alate me ndihma, edhe shpresojmë që disa kanë lanë, disa kanë shprej dëshiren se do të vinë dhe do t'i japin, edhe kam besimin e plot se komuniteti shqiptar këtu gjithmonë është tregu Zotin Gjoka i gatshëm për me ndihmu. Na do të me kënë sinqert me thanë që gati thush për çdo fundjavë, na e kemi i mbledhje donacionesh apo ndihmash për një projekt që ashtu ose në Kosovë, ose në Malësi, apo në Shqipni. Edhe komuniteti, edhe këtë e tham hapën, me gjithë unë jam e le me rritën deri në moshën 17 vjeçare në Shkodër, unë admiroj pamirësinë, zemërgjansinë e malësorve. Zemërgjansia malësorve është e pafund. Ato kanë përkra çdo lloj projektit, kudo që është bën në trojet shqiptare, jashta edhe brenda Shqipnisë. Edhe kam respekt në më të madh dhe e di se edhe për këtë projekt jam mas e sigurt se zemërgjansia tëne do t'tregohet edhe në këtë projekt, që është një projekt besoj që ka për të met kjo urlilse, midis siç thatë edhe ju, urlilse jo vetëm e brezave të ri, po dhe brezave tjerë që do të vazhdojnë të vinë për ta lexu, për ta pas, si thot djali jonë, thot, bota kam thot si simbol, thot, me vun thot mi o gjak aty në over. Anjato thot për mu, thot, on top of the fireplace. I want to put it right on top of the fireplace. Do me vur aty si për o gjaku, thot, se kjo thot është taman ajo që më lidhë mu me historinë, që më lidhë mu me patriotizmin, që është simboli i gjitha vlerave
që identifikon popullin shqiptar. Dakord me ju se shqiptari, malsorin, vetëm ti... Unë e përdori termin shqiptar për gjithë. Por sidomos malsor. Me gjithë se unë Tringën admiroj. Kanga 22 e George Fish është ajo që i pëlqej ma tepër në Tetana, se është i dedikohet Tringës së Grucë, kështu që malsorve e pa diskutueshme. Nuk mosh me hik. Nuk mund të tërhiqem. Vjetrit ton kanë pas thanë ashtir me fillu. Se kur fillohet një punë dhe punohet me përkushtim dhe me dashuri, punohet me zemër i delet në fund. Ju ashtu kini fillu edhe rrugën e kshevës, që dikush thotë s'duhet gjaj pse shtrejtë shumë leke që e përfunduhet. Do të thotë, gjithë shka që fillohet me dëshirë edhe me zemër të pastër do batë. Kjo është një gjaj pastër. Këtu nuk ka gjepa, këtu nuk ka profite, këtu sa do që të bashkojnë me nimë Zotit do bahet, që ose me diqë duhet me i qunë për librarit komtare të trojve shqiptare, dhe do të thotë gjinën metodat që ato mjetë me u shpenzua në vend të duhur dhe në kohë të duhur dhe mjetë të caktura në vende, caktura që nevojitet me shkua këj liber. E në veçanti, si shta Rita, spaku në librarit tona, që të jetë të knaqen, të lullzojnë librarinë, shpit tona të vem, libraria të televizoria dikun, sepse kjo është maj mali njeri i kombit për kulturë dhe për mend. Që është se flasim me mend dhe për mend, kë ka kenë për një mend, njeri i tilë. Si e shini rinin, ashtë e angazhuar ajo, a kemi rini tonë që do të përkahin këtë akcion dhe të mundet mua angazhua, sigurisht ju merrni me disa prej tyne, se e një dhe njëri profesionit me real estate, me aktivitetet tjera, me morgjiqa, me njerës të ri që kanë sukses në komunitet. A mundesh me u trokatë ndera dhe atyre? Pa tjetër se po deshta i herë me të përgjigj. Unë besoj që gjdo gja që bëhet për mirën e kombit, për të mirën e vendis vet, artis vet, është i gja pozitive. Tjetë infrastruktur, tjetë literatur, tjetë nëjsen, se si kom, sidomos vetëm vonë kem dalë prej ati territ që ndoshta nuk e kem pas as vedien kombëtare në atë nivel që është vjetë me këndë dhe tash kem dalë në dritë e po shohim se po lullzojnë shqiptarët në Maltezi, shqiptarët në Kosovë, shqiptarët në Macedoni, Shqipnia u bëhe lirë, Shqipnia po bëhe demokratike, po futët në Bashkimin Evropian, shto që i kam shpresë që kjo është shekulli i kombit shqiptar. Të rritë e besoj se kanë me kënë të angazhume në këtë projekt, sepse sidomos je kjo gjenerata e fundit, jashtë këthyë si në revolt, si dikur gjenerata e juve me flok gjata, me stile që i revoltuat vjetër, këta janë të ju këthyë mrapa traditës edhe kombit. Edhe e kam verejt të këta të rritë se... Që është për të mirë. Për të mirën tanë, si jo. Janë këthyë jo vetëm kombit, po janë këthyë le fese, janë këthyë le literaturë, se kanë ma interesim me shkua me i pa veset e babëset, babëgjyshit, e shpia, të renovimet, e gjanat, do me thanë, edhe nështë edhe rjeti sociale ka ba i farë marketingut me këtë punë, e shohin e mund me pa për dit, me drona, sa e bukur ashtë, sa të bukura janë trojet shqiptare, edhe kem pas të ri që na kanë nimua dhe në atë fondblidhjen e parë që kur e kem ba nismën e parë, që kanë arë vullnetar aty, na kanë nimua, kanë shku taulin, edhe që ne bajnë share, që ne kanë ba tanë marketingun, janë të rritë, nasë, si me thanë, gati muq me thanë, s'kem prek gja me dorë, po ata ne kanë ba marketingun, ne kanë ba flyers, i kanë me marë pjesë me ne edhe nesër në fondblidhje. Edhe unë jam kënë me dy, jo krejt tri, por edhe praktikisht i gjenerat mere që më janë shëcnua kur kam shkuar në Prishtinë mu takua me Bejtullah Destanin. Ata janë Besnik Gjonaj prej Narhelmit, edhe Emin Gjokaj prej Mileshit, Emir Gjokaj prej Mileshit, kanë ardhur me mua, deri në Prishtinë
janë ka për krah me bisedën dhe me takimin me Bejtullah Destanin edhe me kreun e shtypit botues Olimp Liridon Zekaj, kem shkua, kem pa se ku e kanë atë shtyp shkronje, si kanë ato mashinë që shtypin librat, kvalitetet e librave, kvalitetin deri në çdo aspekt e kem këshyr kvalitetin. Do me tha, a keni mundësi me i ban këto embassments në ngjyrë arit, a keni mundësi me pas letrën me trashësi kvalitative, do me thanë, tana ato gjana i kem diskutuar me ta, edhe i kem vuën letër, sa u përket edhe të hollave, na kemë në plan jo me përfituar me këtë punë, po ndoshta edhe me botua vepra tjera që janë të rëndësishëm për komin shqiptar, se po nuk i kem në atë kvalitet të duhun këtu në Amerikë, din se çdo libër mund është me shku me marë paperback që i ban vela $5, ose e merë the deluxe copy edition, që është, edhe kjo është vetmja ribotim, se janë me qindra ribotimet Lahuc Malësis, kjo është e vetmja që është zyrtare, që e kem lejen prej provincialit franceskan, që është faktikisht pronari i Lahuc Malësis, ne e kem autorizimin edhe jemi në bashkëpunim me ta për me kënë sa ma kvalitative e si të taq vetë. Kjo ka me kënë një thesar që ka me mujtë kjo gjenerate re me trashigua brez pas brezit. Tash me AI, ndoshta nuk është nevoja me edit atë Shqipen, na malsort, edim Shqipen që gjindet këtu në Lahut në Malësis, se është në atë gegnishtën e vjetër që e kem tjes që është fëmije që e kem përdor me gjyshat tanë, por me AI, tash muj me përkthy aty për aty, edhe she, e ban cross-reference se çka thot, po, besoj që kanë me kanë shumë të interesuar të rritë, në fakt për kryer rrjeteve sociale kam shumë mesazha prej të rive që i marruaj i kopje, duaj kopje, ruaj se mos më kallzon se kur të vinë kopjet, se dua gjithsesi me kënë prezentaty me marrë një kopje. Frigohem pak se ndoshta kam në audasht me botu edhe ma shumë, se atë interesim kem sidomos prej të rive. Se ndoshta gjenerata e vjetër thote jo çka lypet e janë tjerat, po prap se prap nuk është, ato tjerat nuk janë me këtë kvalitet që është kjo. Gjeke të kthemi mase shpejt do të jem në përfundim të emisionit, por duhem edhe pak të dim kështu konkret nga ju. Kur mendoni që do t'jetë faza përfundimtare këtij aksionit? Deri kur mendoni ju që ta dorëzoni në shtyp këtë vepër? Faleminderit në pyetje. Çdo gjë është gati. Çdo gjë teknike, estetike, çdo pikpamje është e përfunduar. Kontrakta është e gatshme, po jo e nënshkruar. Pra, jemi në gjendje që nesër është e shtunë me 18, aty kemi me pas se çfarë reagimi ka me bën komuniteti dhe ata që janë prezent, kemi menduar me prit deri në fundin e muajit prill, dhe me të parin maj, edhe këtë për e thëmë publikisht, dhe nuk tërhiqëm. Nëse na nuk jemi në gjendje, gjarë që nuk e besoj, nëse nuk jemi në gjendje me e përmbush nevojat tona, si kur thoshte e ndiri Don Prek Nërvasha, kur u ble kisha $250,000, më ka thonë me gojë gjek, gjumi i nacë nuk më merë. Po rotollohëm në shtrat, se kanë më kapi i peshvi, e ka më thonë, ka donë ti me $250,000. Më thamë, me gojë ti vetë, gjek, nëse nuk bashkohen paret, ashtu si mendoj unë, ta jap besën, nuk jam lyps, po kom e marrë thesin e vogël, strajsen, edhe kom e shkuar çdo shqiptarit të dera. A i s'ka më këthyë, pa më diçka. Edhe unë, edhe Nikolas, na nuk do mu ba lyps, as nuk do me we don't want to overdo it, but we need your help. And nëse kemi ndihmën konkrete të komunitetit, deri me datën 1 maj, edhe kërkoj falje, dishoj të përmendi patër Dom Pjetër Popaj,
familitarin, stërnipin e fisit ton, më thotë kur do shim shef ku je Dajo, njëri mrekullueshëm, drejt për drejtit personal bised, më ka premtuar ndihmën e tij, jemi në angazhim ose në përgatitje për me shku si grup, apo Nikolas, me shku si grup në New York, me bën një gjë publike për këtë iniciativë. Dëshoj ta falenderoj Don Pjetër Popaj, dëshoj ta falenderoj kryetarin e Këshillit, që Ellaj ka thënë jam i gatshëm me Këshill me bë ndihmën time. Dëshoj ta falenderoj Ilir Subin, antar i Vatrës, i njoftur në komunitet si pa mas babës tina, njëri mrekullueshëm. Djali Marian Cubit. Djali Marian Cubit. Ata kanë premtuar, pra dhe aty ne ju falenderohëm, se kanë me shikjo me siguri. Na do t'ju vim, do t'ju troklojmë të dera pa tjetër, edhe di se... Do të nimojnë edhe Vatra, shoqatat tona, do të thotë, gjithë kanë me lanë ka diçka, gjithë kemi lanë. E ka folë edhe doktor Pashko Camaj, e ka folë, edhe kryetari i Vatrës, doktor Berisha, nuk po i shkojmë në detale, por është treguar një përkrahje si me thonë... A keni organizuar dhe GoFund për këtë punë? Apo vetëm me... A mund një përnimet me cash, a me çeka, me gjitha mënyra? Ka grupi Alianca e Gjersvishtës është 501c3 regjistruar në State of Michigan, dhe me thonë çdo kontribut është tax refundable. Edhe na hala nuk e kem hap GoFundMe, po shohim sa është gjasa pas se kjo është fundraiser i madh, edhe kem dua i herë me falenderua kryetarin e shoqatës Malësisë Madhe Toni Rokoj, që ne ka dhënë kështu i premtim se kam në mbështet. Dua me falenderua edhe zotin Zef Berishaj, kryetari i shoqatës Jehuna e Malësisë, gjithashtu falenderojmë edhe zotin Senad Lulanaj i shoqatës Malësisë Madhe New Yorkut, që kem biseduar me ta dhe kem të organizuar edhe kem mbështetje prej zotit Sheki Kërnic, që disa herë nëpërmjet rrjete sociale ka shpreh atë mbështetjen e tij sa i përket ribotimit të Lahutës Malësisë, ashtu që i falenderojmë se sa më shumë mbështetje për krahas që kem. Po kështu besoj që i kurashti vepër e mirë bashkohen shqiptarët me njëri tjetrin, edhe gjithë ka kështu dalim faqe bardhë me këto veprimtari. Tua edhe gjeken me falenderua që më ka prenua, më ka ftua për me marë pjesë, dua edhe i gja special po belat tash po dalë jashtë temet, por dua drejt për drejt gjyshit temë. Nisho preqit, si nishtaj se... Që të ka rritën këtë njërë me këtë tradita. 88 vjeç tash i ka mush, edhe dua që të dinë tjetë si dokument, që të dinë se a i ka tana meritat të vetë, se pse veproj dhe pse e dua kombin shqiptar, flamurin shqiptar edhe trojen shqiptare. E faleminderit edhe një herë. Po deshta një nënpyetje për juve në përfunim në recenzerët, njerëzit që do të bajnë parathonin, a keni gjetë njerëz të mëdhej të kombit cilët do të japin parathonet e vetë si dom Luzhgjergje etj, nuk e di, ka keni në pyetje, po a i keni caktuar njerëz, sigurisht a i keni ftua, a do të japin njerëzit? Pyetje me vend. Se ja qonë vlerën libri, ja qonë vlerën. Para se të përgjigjem në pyetje, më lejo që ta përmbushi, mirë foli, Niklas është njeri urt, na e falenderoj Nikolosi drejt për drejtën, mjafton, por shoqata Malësia e Madhe i ka dërgua, aktualisht janë në bank, i kemi $3.450. Do më thonë, na jem mirënjohës, se ata janë tregua, si thomë na, hekurin zet rrahet, sa ka dalë lajmi se po bëhet kryetari i shoqatës Malësia e Madhe në Kaliforni, zbashkut me nipin tem Mark Zefin, Mark Gjeloshaj, janë bashku dhe kanë bëhet $3.400. I kemi depozituar në bank, prap vetëm me jo me skeru
po më shku më tej, shoqata jonë është 501c non-profit, e regjistruar në Michigan, në IRS, e kemi EIN number, o më thë Employee Identification Number, dhe do t'jetë në çdo në çdo receipt që t'ja japim kujna, që ata mundet drejt është 100% e ligjshme, pa kur një farë dyshimi, e regjistrume dhe mund 100% apo Nikolas të përdoret për tax return. Më thonë kjo, për sa i përgjith pyetjes tone, kjo është një gjë që kemi marrë vendimin me Patërpashkun, edhe nuk ka pranuar ndryshe, i vetëm kanë dakord, edhe masane edhe këta, nuk ka kur një ndryshim, as një presje të kësaj, të këtij votimi. Nuk ka tjetër gjë. Nuk ka kur një shtesë, as kur një mungesë të rriqe. Letra... As një mendim tjetër kuj, kur zha, absolutisht jo. Është vendimi, mendoj është vendim i drejt, edhe i Patërpashkut si provincial, me ba me ndërhymë, unë tha, me shkrua mendimet e mia për këtë lahut, atë kanë me thonë, a është i zoti, maj zoti Patërpashku, a është Franokulla, a është doktor Lisandër Kola, a është njëri i jashtëzakonshëm, Visargjiti e admiron, sepse babai i Visargjitit me pa hap këtë si që lajmëro shumë. Atë këta kanë menuar që bëmi. Doktor Lisandër Kola është njëri i veçantë në Michigan. Aja shumë i përvujt. Aja përkrah me gjitha fuqit e ti. Edhe ka lanë mendimin, gjykimin e ti si studius, ka doktorua në lahutën e malësisë. Dhe më thonë, është grada akademike, cilin aje zotnon në University of Michigan. Pra, ka njerëz që kishin muj me ishu dhe 30 faqe, për sikur është e theksut ju si spjekim, apo hyrje, apo si do që ta quesh. Është vendimi që të mbetet e paprekun. Do më thë originaliteti. Yes. Teleshikues të nderuar, ja, do të kishim shumë më folë, por ka që kishim kohën tonë. Ishte një kënaqësi e madhe që të flasim me njerëzit që janë angazhuar drejt për drejt me mish e me shpirt, duke lanë vetën keq, familjet e veta, kohën e vetë të shtrejt, që të ndihmojnë për këtë projekt kaq të merituar, kaq të qelluar, për një njeri të cilit sa do të bajmë për te, nuk mund të shpërblehemi çka ka baj për ne. Prandaj edhe në këtë apel, edhe unë personalisht, edhe në emën të stafit televizorit, ju bajmë apel që nesër në orën 7 të kisha e zojës pajtore. Kush sa të mundet, këta nuk ja kanë vu, ku i kamën në fyt, për me i thanë sa me lanë kush. Prej 50, 100, 200, 500, kush sa të muj që e din me shpirt, që muj me lanë kontribut. Sepse nështë ka herë ma mirë 1.000, 2.000 shqiptar me lanë ka $200, se vetëm një njeri me lanë $10.000. Prandaj të gjitha nivellet e nimave janë maset mirësardhën edhe të pranuara nga komisioni, po ma me rëndësia kur kjo vepër të shohë dritën e dillit. Prandaj, duke falënderuar edhe një herë, Dr. Gjekën, Ritën, Nikolasin, kemi pas nderë që të bisedojmë për këtë ngjarje të rëndësishme historike. Tjeni të bindur se sot 10 vjetë do të kërkohet kjo vepër dhe nuk do të ketë kur një libër për ta gjetë ma. Sa do që ju mendoni se nuk është, por kjo ka një rëndësi të posaçme, sepse ne kemi rast me pa edhe libra një dit, njani ma kërkoj librin e prek gruz dhe s'ki të di kur ku me gjithë. Do të thot që është botu sa herë dhe nuk ka ma. Do të thot libri, sa do që ne themi, a i shpërndahet. E në veçanti, kur komisioni ka vendosë që me i qullë e Patërpashkut edhe librarive tona kombëtare në vendlinje, në New York, në Kaliforni, në Chicago, në kudo ka shqiptar. Me moton atë dhe unë bitë gjitha që ishte edhe fishta i malë,
ne si shqiptarë pa dallime fetare e krahinore, gjithkusht t'japim nimen e vetë në këtë drejtim. Ju falenderit për vëmendjen në emër të stafit televizorit, në emër të doktor Gjekës, të Ritës, të magjistrit Nikolasit, dhe të gjithë neve ju themi miru takofshim dhe dalshim faqe bardh në këtë nisëm kaq të shejt dhe jam i bindur 100% që do t'i arrijm të gjithë së bashku, po nera dhe respekti më i madh u meriton dhe u shkon atyne që kanë fillua, se gjithmonë dikush duhet me fillua diçka e të tjerët me u bashkangjitë. Ju falenderit për kohën tuaj, miru takofshim nesër mbrëma dhe në çdo rast ku flitet për të mirën tonë kombëtare. Natën e mirë.